Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, partisë që doli e para në zgjedhjet e 9 shkurtit, por zhvillon një takim me krerët e partive parlamentare për arritjen e një marrëveshjeje për konstituimin e kuvendit. Ftesa erdhi një ditë pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, e cila la një afat 30 ditor për konstituimin e kuvendit. Kemi inkuadruar në këtë edicion kolegën Valmira Hoti për të na njoftuar nëse ka rrjedhur ndonjë informacion nga ky takim. Valmira, çfarë dihet deri tani për diskutimet e liderëve politik? Interpretoni njëjtë vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Edhe për çështjen e votimit të sheft, edhe për çështjen e përgjegjësisë për shumicën që i takon atij. Lejoni që të theksoj se për LDK është evidente që përgjegjësia për krimin e shumicës i takon zotit Kurti me paragrafin 130 të vendimit të Gjykatës Kushtetuese, pra e takon edhe drejta, por dhe përgjegjësia për të bërë shumicë. Zoti Kurti pranoi që s'ka shumicë, por kërkoi kushëzime në pozicionet paraprake që ka pasur deri më tani. Ato kushëzime janë që të votohet fshet ose të rrëzohet votimi fshet duke u votuar zonja Haxhiu sërish. Edhe më pas një ndërlidhje e përshëndëruar e votimit për kryetar të kuvendit me kryetar të kuvendit, pra pozicione paraprake që na kanë sjellë në këtë krizë. Moslëvizja nga këto pozicione bën fatkeqe gjendjen e tanishme politike, por për më tepër mos harroni se këtë herë kemi një akt gjykim të Gjykatës Kushtetuese dhe mos respektimi i gjykimit të Gjykatës Kushtetuese është për lidhjen demokratike të Kosovës hap i parë në përmbysjen e rendit kushtetues. Ne bëm thirrje, bëm përpjekje që të arrihet konsenzusi. E para që të na jepet e drejta, të votojmë për, kundër ose abstenim për kandidatët që propozohen dhe në emër të LDK-s me plot bindje, me plot vullnet, me plot zemër do të votonim kundër me 20 vota për kandidatin që ata propozojnë. Në këtë periudhë ata kanë vendosur një pengesë që është procedura fshet, e cila për vendimin dhe opinionin e Gjykatës Kushtetuese me paragrafin 187 bëhet e qartë se është kushtetuese, është e papadrejtë, është e paprecedent në historinë parlamentare të Republikës Kosovës. Prandaj nuk mund të marrim pjesë në shkelje të kushtetuesës pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese. Shqoni, unë po bëjmë thirrje edhe një herë që na jepet e drejta për votim. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e kanë këtë drejtë. Por derisa insistohet në procedurë që është jo kushtetuese tani, neve po na pamundsohet e drejta për votim. Ne dëshirojmë të votojmë kundër. Po ashtu zoti Kurti dhe partia parë, po çdo mundësi të zotit e të kushtetutës, e të votës së popullit, krijoj një shumicë parlamentare. Për kryetarin e kuvendit i ka 3 vota nga nisma. I ka po ashtu 5 vota për 3 emra të tjerë nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, i ka dhe 24 vota për 4 emra të tjerë nga Partia Demokratike e Kosovës. Pra ka mundësi për gjetje të zgjidhjes, por mungesa vullnetit të çështje orientimit politik asgjë më shumë asgjë më pak. Nuk ka pas interpretime të tilla as diskutime të tilla. Pra edhe një herë po themi, pavarësisht gatishmërisë për pas një konsensus politik, insistimi në pozicionet paraprake të lëvizjes vetëvendosje bën pamundur lëvizjen nga kjo gjendje. Por ato çfarë dëgjuam deri më tani, ishin të njëjta pozicione që na kanë punë deri tash. Por në ndërkohë ka ndodhur një akt gjykim i Gjykatës Kushtetuese, i cili s'mund të injorohet kaq thjesht. Prandaj them që Kosova vazhdon drejtë të krizë fatkeqësisht. Përse nga një parti e parë e cila ka 48 deputet dhe nuk arrin dhe nuk don të bëjë një shumicë. Dhe për më tepër nuk e kupton përgjegjësinë e kësaj shumice. Pas 30 ditëve futemi në një gjendje të paqartë historike për Republikën e Kosovës. Pas 30 ditëve do duhet me siguri një interpretim i ri nga vendi. Në këtë fazë LDK-ja shpreson në involvimin e presidentes së Kosovës që brenda anenit 4 të Kushtetuesës së Kosovës të ushtrojë kompetencat e veta për funksionimin demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës. Ne edhe një herë thamë që ne jemi të interesuar që të respektojmë vendimin e Gjykatës Kushtetuese, jemi të interesuar që të votojmë lirshëm si deputet të Kuvendit të Kosovës, insistimi i tyre me votim të fshehtë, ose për më tepër një propozim që doli që të votohet komisioni me pas të rrëzohet komisioni me kushtin që zgjidhet Albolina. Merrem me çfarë logjike.
hajde bëjmë lojra. E votojmë komisionin, më pasardhëzojmë komisionin, po veç votone kandidatën tonë. Çështja është shumë e thjeshtë. Gjykata kushtetuese jep të drejtën partisë së parë, grupet më të madh parlamentar, në njëkohësisht jep dhe përgjegjësinë. Thotë ty takon me bëj shumicën prej 61 deputet. Kur bë marrëveshje politike. Marrëveshja politike konsenzuese dhe besimi politik duket që janë gjëra të panjohura për zotin këtu në lëvizjen e lëvizjes. Dhe kjo është fatkeqësi për popullin e Kosovës. Ju faleminderit shumë. Dita gjithëve edhe njerë. Besoj tashme dini që ky takim që uftuan nga zoti Kurti ndoshta për të aktruar për mbushjen e një obligimi që edhe aktgjykimi i fundit të gjykatës kushtetuese e jep atij për konsultime në mirëbesim dhe për përgjegjësinë e detyrimin për të gjetur konsenzus apo kompromis, rezultoi i pasuksesshëm sepse përkundër faktit që situata më nuk është e njëjtë pas aktgjykimit, zoti Kurti është i njëjtë, edhe qëndrimet e tij mbeten të njëjta. Dhe mentaliteti imponues e kryenësia politike vazhdon të si duket jetë për të më prioritare, më e rëndësishme se sot gjetja e zgjidhjes dhe përfundimi i blokadës në cilën është duke mbajt vendin që sa ku. Unë sot s'do të bëj interpretimet gjykatës kushtetuese të aktgjykimit saj më saktë para jush, sepse mendoj që më mirë se faton fetohet për parim gruda, as unë as një tjetër s'munden me bëhet interpretim, dhe ju falenderoj atyre që keni qenë sot në konferencën e gjatë ku në mënyrë besoj shumë qartë për secilin e kanë qartësuar një gjë, që nuk mundet me u votu në mënyrë të msheft, sepse kjo nënkupton ndryshim të randi ditës. E ndryshimi randi ditës edhe me këta aktgjykim është shkelje kushtetutës, për me e thjeshtu. Ata që kanë pritë që gjykata kushtetuese në dispozitiv të aktgjykimit thotë është shkelje kushtetutës, besoj që s'kan lexuar aktgjykimet të tjera të gjykatës kushtetuese, sepse ata besoj që i thonë gjanat për këdo që dëshiron me i kuptu. Por mua është vërtet shqetësues fakti që zoti Kurti me atë sa e poshtë nga ky takim kishte një interpretim çuditshëm të aktgjykimit. Dhe sipas atij interpretimi, ai mendonte që s'ka asnjë problem as me propozimin arbitrar të kryesuesit të seancës për komisionin që kërkon votimin e msheft, e as me mënyrën si është marrë seanca, kur në dispozitiv pika e parë gjetja në fakt e parë thotë që seanca nuk është zhvilluar në pajtim me kushtetutën, nuk di çka duhet më thonë tjetër këtyre njerëzve. Por duket se vazhdojnë me jetu në realitet alternativ, në imagjinatën cilën ata e dëshirojnë me konë e vërteta, e që e vërteta nuk është ashtu, sepse e vërteta është kjo. Ka të shumë ujë, mas majtës zgjedhjeve, e mas fillimit seancës konstituive, ne jemi në blokadë politike të imponuar pej lëvizjes vetëvendosur dhe pej Albin Kurti. Përkundër që Partia Demokratike e Kosovës gjatë gjithë kësaj kohe është sjellë me përgjegjësi të lartë, me konstruktivitet, duke i dhënë prioritet absolut gjetjes së një zgjidhje, duke qenë në secilin takim e në çdo iniciativë të mundshme deri tash, e duke i pasur dhe vetë disa prej tyre si iniciativa tona. Dhe duke shkuar edhe përtej asaj që ky aktgjykim i fundit e kërkon, pra përgjegjësi e konstruktivitet, megjithatë duket se ne s'do të arrijmë vetë me bind zotin Kurti që me u tërheq për blokadët që na ka imponu. Ne i kërkuam shumë qartë dhe besoj shumë drejt në kuptimin edhe të pajtimit me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që nesër mos të vazhdojnë me arbitraritetin e deri tashëm në 20 e sa seancat e fundit, me kërkesën për komisionin i cili është edhe jo kushtetues tashmë, por që ta kthejnë pikën ku ka qenë votimi i hapur për kandidatën. O çështje ty na e ndrojnë, ata e dinë ofertën që kemi dhënë prej fillimit.
këndo pe atyne që s'kanë qenë ministra apo ministre të qeverisë Kurti, me dhe mund të votojmë, por është çështje e tyre a dëshirojnë me vendosën votim dikën tjetër apo zonën Haxhiu. Duket që kjo nuk do të ndodhë, por një gjë mund t'ua them sot. Nesër nuk është njëjtë sikur para 3-4 ditësh. Nesër deputet që e çojnë durën për atë komision bojnë shkelje kushtetuese me vedije dhe do t'i mbojnë përgjegjës secilin veç e veç, pavarësisht cilës parti i takojnë. Sepse Kosova nuk mundet me pas shkelës të kushtetutës që i përfaqësojnë në instancat më të larta tyre. Nesër, tendenca me votu komisionin që është anti-kushtetues, është shkelje me vedije Kushtetutës Republikës Kosovës. Dhe unë shpresoj që nuk e bojnë një gjatë tillë. Sepse një gjë e tillë, besoj që na fut në ujëra turbullta për cilat s'kemi sot përgjigje. Sepse shkelja e Kushtetutës me këtë arbitraritet dhe mënyrë të vetëdijshme nuk e bën nder për me thonë ma zbuti Republikës Kosovës e as qytetarëve të vendit tonë, urdhoni nëse keni pyetje. Mbi 2 orë ta kemi. Ama pat ndonjë qartësi se si mund të shkohet tutje, ndonë se mund të jetë ndoshta një qartësi e largët. A ka ndonjë parafrem ose ju personalisht si e shihni daljen nga kjo situatë? M'duket që u mënua me ta bëni përmbledhje këtë qartë të takimit deri këtu. Nuk di çka me thonë më shumë. Propozimin që kemi dhënë ne, shumica e partive tjera në fakt shqiptare, është ky. Largohu atij komisioni antikushtetues, hajde ktheu të votimi i hapur i kandidatës kënd dushete. Nëse s'ndodh kjo, unë nuk shoh mundësi me pas rrugë përpara. Në seancë morën pjesë gjithë, se neve qytetarët na kanë votuar me qenë deputet dhe me orë seancë. Unë mendoj që vetë mbajtja e takimeve është pozitive, përkundër që ishte një grup i madh krejt partitë që kanë qoftë një deputet, qoftë 2 deputet, qoftë më shumë deputet. Ma pozitive kish me qenë nëse zoti Kurti kish kuptuar që përgjegjësia e tij është më e madhe se gjithëve dhe që veç atina ekskluzivisht akt gjykimi, veç grupit më të madh parlamentar ekskluzivisht i ka dhënë detyrim për me gjetë konsenzus ose kompromis. Nuk na ka kërku neve as konsenzusin me arrit as kompromisin ati. Por kompromisin nuk arrihet, aso arrit as një herë të kalume, s'ka mu arrit as të ardhmen, kur vjen të edhe njerë vedu qështu, a qështu qësh po dëni. Nuk ka kompromis me thonë qërë se nëse kjo kandidatja jonë si merë 61 vota të rheket. Për me që sharake, nëse e lidh fjallin kompromis edhe qatë propozim që kemi dëgju dje. Që shë kompromis qërë që nëse nuk zgjedh, na unë e s'dalë mo. Një me, a ne. Kompromis që ka? Kompromis është që ka ju kemi thonë ne. As një obligim se kemi me ta votu kërkan, as nuk e kërkan gjykata kushtetuese pe neve me ta votu kërkan, as nuk jemi detyruar, as të obligum, as kemi përgjegjësi. Por, me qenë se e ke bloku vendin, po ta japim një mundësi. Që kjo është kompromisi jonë? Jo ministrat, po dikën tjetër. Po, duket që nuk e ka të qartë fare, as përgjegjësinë që e ka, e as rrezikun që është duke e ja dhënë vendit, blokadën hiç se hiç, e kompromisin se kupton kështu ashtu, se ka kuptuar as të kalumen. Po, urdhë. Tha që ju nuk mundën me e bitë Putin, a keni shpresë kush mund të me bitë, Zotja Bugjiku tha që presin edhe zyrjen e presidentës. Edhe çka u paralajmëroni kur të thoni që keni muaj përgjegjës se si në veç, cili mund të qenë për ju? Shikoni, nuk është çështje e shpresës, a muj me bind, as muj me bind. është çështje e përgjegjësisë. Njëri ja ka përgjegjësi, as ka përgjegjësi. Këtu po shihet që përgjegjësinë ndoshta e sheh ndryshe zoti Kurti, po sot nuk më duket përsëri që është i përgjegjshëm në raport me barrën që ka edhe me situatën në cilën ka sjell vendit. Ne kemi qenë qysh herët parë, ndoshta që kemi bërë ftesë presidentës që ta luajë rolin e vet si garantuese funksionimit të institucioneve kushtetuese. Është marrë një takim, po besoj që ka hapësinë edhe për veprime të tjera. Nuk më takon sot me i thonë që mos më duk pastaj që ndoshta ka thonë kë i pari i dyti,
këtu s'është çështje protagonizmit, po besoj që presidenti ka hapësinë dhe mund luajë rol edhe në fazën e ardhshme. Dhe cila ishte pyetja tjetër? Që do të mbani përgjegjës? Çka ka paralajmëroni, çka veprime? Unë besoj që kushdo që shkel kushtetutën, automatikisht është përgjegjës për shkelje kushtetuese, çush kanë qenë ata të kaluar në raste të caktuara. Besoj që një gjë e tillë në një formë ose tjetër ka me u verifiku prej vetë gjykatës kushtetuese. Se nëse kemi përpara krejt bashkë një tekst, e shumica dërmuese e ekspertëve, profesionistëve, profesorëve, partive politike, ekspertëve të drejtësisë së çështjeve legale, po edhe qytetarëve në përgjithësi, deri te studentët e juridikut e lexojnë që është shkelje kushtetuese, ndryshimi i rani ditës dhe kë komisioni për votim, e tani e ki edhe këtë partinë në pushtet që kanë qenë janë të parë që thonë jo nuk është. Mendoj që një rrugës e tjetër ka me u gjetë edhe ka me u imponu pe kujdo që e parashet lizi dhe kushtetuta që me përfundu dhe një anë gjykatë kushtetuese kjo lanë ose një lanë dhe ngjajshme. Nesër ka shkelje kushtetuese absolute nëse qoftë një deputet e çon dorën me votuar komision. I pari që bën shkelje është ai që e propozon, kryesuesi i seancës. Nëse nesër prapë lexon skenarin e njëjtë, në momentin që thot po e qesën votim, ai bën shkelje të kushtetutës. E tani edhe kushdo tjetër që voton. Faleminderit shumë. Ndjekim tani edhe deklaratën e Time Kadriajt nga AK. Edhe besoj se gjithë keni prit që me pas sot në një zgjedhje, ndoshta edhe ne kemi orën këtë takim me shpresë, po po shohim se nuk ka shpresë dhe nuk ka në një konsenzus, edhe pse kemi kërkuar që të krijohet një konsenzus, ndërsa partia në pushtet nuk e ka pranuar asnjë ofertë që ne e kemi afruar si parti opozitore. Është çuditshëm se aty ku ju konvenon, edhe që ju ka konvenu lëvizjes vetëvendosje që me një akt gjykim të gjykatës kushtetuese të vitit 2014 që i jepet e drejta për kandidim të kandidatit partisë e cila ka më shumë të deputet, po ju konvenon edhe po e shfrytëzojnë atë drejtën e tyre për këtë kandidat. Po tash në këtë interpretimin tjetër të gjykatës kushtetuese janë mundu me shtrembëru plot pikat të këtij aktgjykimit edhe në fakt mos me pranu asgjë. Edhe periudhën kohore për një muaj që duhet të konstituohet Kuvendi i Kosovës, edhe për shkeljen kushtetuese ndryshimet të formës së votimit, ajo që kam insistuar sepse kam qenë partia jon ka qenë edhe ajo që kemi dërguar kërkesën në gjykatën kushtetuese dhe në fakt gjykata kushtetuese po të mos kish pas material që o shkel kushtetuese se kishin pranuar fare si lënd, po e kanë pranuar dhe i kemi kërkuar që nesër të mos vazhdojnë me procedurat e njëjta, sepse nëse deri tash kemi pas edhe kemi konsideru që ka shkelje kushtetuese, prej nesrit, nëse vazhdojt me praktikat e njëjta, këta po e shkelin qëllimshëm kushtetuten, kem kërku që të mos vazhdohet me votimin e komisionit, sepse nuk ka komision, dhe të kthehet çështja e votimit në votim të hapur, dhe me pas është drejta e tyre. Është drejta e lëvizjes vetëvendosje ta kandidoj secilin që don, po është drejta e tyre dhe obligimi i tyre që me siguru 61 vota që me kalu dhe me zgjedh kryetarin e Kuvendit. Forma dhe mënyra e përzierjes që me pak më votu kryeparlamentare bashkë me kryetarit e Kuvendit nuk ka ndonjë sens, është praktika që s'janë praktikuar dhe që nuk është njëjtë si një kryetari i Kuvendit me u zgjedh dhe si me u zgjedh kryetari e Kuvendit. Këta po insistojnë në këto praktika që janë antilegjore, shkeljet rregullore e Kuvendit, nuk janë praktikat e mëhershme dhe në formën e prerë gjykata kushtetuese ka thënë që të votohet ashtu siç kanë qenë praktikat e mëhershme. Ndërsa këta po e përzinë që nuk refuzohet votimi i fshehtë, po gjykata kushtetuese e ka saksu në cilat forma munden me u votu në mënyrë të fshehtë, ndërsa zgjedhja dhe konstituimi i Kuvendit gjithmonë ka ndodhur me vota të hapura. Dhe ne prap po e praktikojmë dhe kemi kërkuar, ndoshta zoti Kurti deri nesër do të reflektoj, nuk do të kërkoj në formimin e komisionit, apo ashtu siç ka kërkuar ta votojmë një herë komisionin me pas
të japim votat me u shpërbë ai komision, po ne kemi kërkuar që të kaloj. Ashtu si që është propozuar në mënyrë arbitrore të kthehet, sepse ne në fakt nuk kemi komision. S'kemi formimin e komisionit se kjo parti nuk i ka votat. Faleminderit edhe një herë, nëse keni ndonjë pyetje, ju falenderoj që keni gjetë kohën për cilë. Dëgjuam kështu deklaratat e krerëve të partive politike pas takimit disa orësh që patën me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se në takimin e ftuar nga kreu i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti morën pjesë me qëllim të mirë dhe për të parë dhe për të gjetur një zgjidhje për ngërçin politik. Ai tha se në takim morën pjesë me drojan më të madhe se i gjithë ky takim ishte më tepër një farsë publike se sa substanciale dhe sipas tij droja e tyre u vërtetua në këtë takim. Më lejoni të theksoj se për LDK-n përgjegjësia për krijimin e shumicës i takon Kurtit me paragrafin 130 të aktvendimit të kushtetuesës. Kurti e pranoi që s'ka shumicë, por kërkoi kushëzime në pozicionet paraprake që i ka pasur deri më tani, tha Abdigjiku. Ndërsa kryetari i PDK-s Memli Krasniqi pas takimit me kryeministrin në detyrë Albin Kurti, tha se ata po duan të jetojnë në një realitet alternativ edhe pas aktgjykimit të kushtetuesës. Në konferencë për media i ka theksuar se në takimin e sotëm, kryeministri në detyrë Albin Kurti pati një interpretim tjetër nga ai që është në të vërtetë aktgjykimi i publikuar nga gjykata kushtetuese. U përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Qytetarët e Kosovës po përballen me dëme të shumta për pasojë të vonesave të pajustifikueshme për krijimin e institucioneve të reja, vlerësojnë nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe organizata të shoqërisë civile, sipas të cilave dëmi pritet të thellohet nëse kuvendi nuk zhbllokohet shpejt. Miliona euro të Bashkimit Evropian dhe të Bankës Botërore të destinuara për Kosovën kanë mbetur peng i mungesës së institucioneve të reja, konkretisht konstituimit të kuvendit, në të cilin duhet të bëhet ratifikimi marrëveshjeve që mundësojnë alokimin e këtyre mjeteve. Në Odën Ekonomike të Kosovës thonë se mos krijimi i institucioneve të reja është e keqja që ka goditur vendin. Sipas kryetarit Lulzim Rafuna, Kosova gjatë kësaj periudhe ka shënuar rënje ekonomike dhe rritje të inflacionit, derisa rrezikon të humbas edhe mjetet nga plani rritjes i BE-s dhe jo vetëm. Kuvendin e Republikës Kosovës janë mbi 900 milion para që rrinë projekte kapitale që nuk mund t'i marrën vetëm për shkak se marrëveshjet nuk mund të ratifikohen në kuvend. Mos folim më pas të çështja e borxhit publik që kemi tepër që ka mundësi edhe ai mund rrit. Dhe kështu me radhë, është pa besueshme se çka është duke ndodhur në Kosovë, për dallim prej marrëveshjeve tjera që mjetet, si them, mund të rrinë pezë, te marrëveshja ose te plani i rritjes, mjetet është e parapo me një klauzulë që thotë që nëse mjetet nuk shfrytëzohen ose shteti nuk bën reformë, atëherë ato mjete nuk do të presin shtetin derisa t'i bën reformat, apo nuk do t'i kthehen Brukselit mbrapsht, mirë po ato mjete do t'i shpërndahen në vendeve apo shteteve që kanë bërë reforma. Shqetësimin ton, ngritjen e zërit ton e tregojnë të dhënat e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës dhe të Odës Ekonomike të Kosovës. Prej një rritje ekonomike mbi 4%, dhënat e fundit janë që rritja ekonomike na ka rënë në 3.65%. Domethënë ka rënë ndër 4%. Tani inflacioni ka kaluar 3% dhe të gjithë indikatorët makrofiskal janë duke u përkeqësuar në Kosovë. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, ndërkaq thonë se vonesa në formimin e institucioneve të reja e ka penalizuar Kosovën si në planin e brendshëm, ashtu edhe në atë të jashtëm. Tani më kemi rritje të çmimit të energjisë elektrike, nuk ka kusht ta mbikëqyr zyrën e rregullatorit për energji, nuk ka kusht ta monitoroj përmes autoritetit të konkurrencës ngritjen e çmimeve ose marrëveshjet për ngritje të çmimeve për produktet bazë ushqimore dhe produktet e tjera të cilat në mënyrë zinxhirore ndikojnë në produktet bazë, si për të nafta dhe produktet e tjera, siç është gruri, mielli, edhe këto që vijnë nga pakoja bazë që do të me jetu një qytetar në mënyrë të dinjitetshme. Pra, pasojat do të jenë këto. Në anën tjetër, nga rrafshi diplomatik, mos harrojmë me përmend që Kosova do të ketë pasojat edhe vazhdon me i pas pasojat nga mos një bashkëpunim i mirë me SBA-t, me Bashkimin Evropian.
Blokada në Kuvendin e Kosovës po vazhdon nga 15 prilli, ndërsa së fundmi gjykata kushtetuese vendosi që konstituimi i Kuvendit duhet të përfundojë jo më vonë se 30 ditë. Policia e Kosovës i ka ndaluar disa persona sot në Gazimestan, cilët morën pjesë në festën e Vidovdanit, në cilën serbët nga Kosova, Serbia dhe vendet e rajonit përkujtuan betejën kundër ushtrisë turke në Kosovë në vitin e largët 1389. Personat e ndaluar janë dëgjuar duke kënduar këngë për Kosovën dhe duke bërtitur Kosova është zemra e Serbisë dhe Kosova është Serbi. Ndryshe, Vidovdani festohet tradicionalisht edhe nga Kisha Ortodokse Serbe në shenjë përkushtimi për ushtarët e vrarë në atë që njihet si Beteja e Kosovës. Në hapësirat ku është mbajtur manifestimi pati prani të madhe policore përfshirë pjesëtar të njësisë speciale të policisë së Kosovës, ndërsa festimi i Vidovdanit këtë vit kaloi pa incidente tjera të mëdha, pasi zyrtarët policori kanë kontrolluar të gjitha ata që janë bashkuar kësaj feste. Një serb u ndalua të hynte në manifestim për shkak të një bluze me mbishkrimin Tifozët Delije nga Veriu, ashtu sikurse edhe disa të tjerë që mbanin flamuj serb. Autoritetet kanë ndaluar po ashtu antarin e Partisë Demokracia Serbe, Stefan Veljković, pasi refuzoi të hiqte një bluzë me imazhin e liderit të partisë Aleksandar Arsenijević, në pronën e të cilit ditë më parë u gjetën armë. Në organizim kanë marrë pjesë edhe disa antarë të listës serbe, përfshirë Slavko Simićin. Në të kaluarën, pjesëtarë të kësaj partie nuk patën marrë pjesë në festimet për Vidovdanin në Kazimestan, por vetëm në liturgjin në manastirin e Graçanicës. Në fillim të qershorit të këtij viti, gjykata themelore në Prishtinë anuloi vendimin e vitit të kaluar të komunës së Graçanicës për lejimin e shfaqjes së flamurit serb me rastin e Vidovdanit. Gjykata deklaroi se kjo komunë me shumicë serbe kishte tejkaluar autoritetin e saj dhe kishte vepruar në kundërshtim me ligjet e Kosovës, pasi Vidovdani nuk është festë zyrtare. Megjithatë, këtë të shtunë u pan flamuj serb në gjithë Graçanicën, edhe përpara ndërtesës së komunës të përdorur për të shënuar Vidovdanin. Kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi në prag të Vidovdanit se sipas vlerësimeve të shërbimeve të sigurisë dhe inteligjencës, Serbia synon të provokojë incidente dhe se me këtë rast grupe serbësh nga Serbia, Mali Zi dhe Bosnia Hercegovina janë organizuar për të ardhur në Kosovë. Grupe të tilla tradicionalisht kanë qenë provokuese duke mbajtur simbole nacionaliste serbe dhe ruse që janë në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe janë gjithashtu kundër vlerave demokratike dhe evropiane, tha Kurti. Nga ana tjetër, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, vlerësoi se akuzat e Kurtit kundër Serbisë janë të çmendura dhe të pabaza, duke theksuar se Kurti në fakt dëshiron të krijojë një alibi për planet e tij represive që dëshiron të zbatoj. Gazimestani në Kosovë njihet gjithashtu për fjalimin që ish presidenti serb Milošević mbajti në vitin 1989, fjalim ky që shpesh citohet si hyrje në konfliktet e armatosura që pasuan shpërbërjen e ish Jugosllavisë. Serbët po promovojnë narrativën se kanë prejardhje ilire duke pretenduar të përvetësojnë gjithçka që është shqiptare. Kështu tha në konferencën e Institutit për Studimet të Luftës Hibride Oktopus në diskutimin mbi temën Vidovdani midis mitit dhe gjeopolitikës, roli i tij në projektin serb. Në këtë konferencë u theksua se Vidovdani ka luajtur rol destabilizues duke nxitur tensione ndëretnike dhe përçarje politike. Duke folur për festën e Vidovdanit, hulumtuesi i lartë në Institutin për Studime të Luftës Hibride Oktopus Guraku Shkuqi vlerësoi se serbët po propagandojnë me narrativen se kanë prejardhje ilire. Ka tani një narrativ serbe që është duke u promovuar vazhdimisht, është që serbët kanë prejardhje ilire, kanë marrë vajza dhe djemë të cilët e bëjnë fotografi para manastireve në Kosovë me veshje ilire dhe këto i paraqesin në për simpoziume të ndryshme akademike, por edhe në për rrjetet sociale dhe kudo që ju jepet mundësia që kanë një prejardhje të tillë. Pra, po arrin niveli propagandës deri në një çështje që ata edhe pse janë të ardhur në fund të shekullit 6, fillim shekullit 7,
atëherë ata mundohen ta përvetësojnë atë çka është e shqiptarëve. Ish ministri i punëve të brendshme Bejtush Gashi ndërkashtas se miti i Vidovdanit zëvend qendror në mitologjin politike serbe. Sipas tij, akti terrorist në Banjsk është organizuar pikërisht mbi mitin e Vidovdanit. Raportet e agjencioneve vendore të informacionit dhe sigurisë, si dhe burimet të hapura ndërkombëtare konfirmojnë se grupet paramilitare dhe kriminale në veriut Kosovës, siç ishte rasti i aktit terrorist në Banjska, janë organizuar dhe furnizuar përmes linjave të sofistikuara dhe mbështetjes logjistike dhe operative nga Serbia, duke përdorur mitin e Vidovdanit për mobilizim dhe justifikim. Në këtë kontekst, fërvjetoret e Vidovdanit nuk janë vetëm ceremoni përkujtimore, por edhe platformë për aktivizim simbolik dhe operativ të këtyre strukturave, shpesh të pranishme në tubime me uniforma simbolike ushtarake dhe thirrje nacionaliste të cilat nxisin frikë dhe pasiguri në mesin e qytetarëve jo serb. Edhe profesori nga Instituti i Albanologjisë Zymer Neziri tha se kisha dhe shteti serb përdorin shenjtor për qëllimet e tyre nacionaliste dhe shoviniste. Politika shtetërore serbe pra është një instrument politik i shtetit serb para e pas Miloševićit, edhe tash pra me Vučićin dhe me të tjerë sigurisht që do të vinë pas tij sepse nuk pritet në ndryshim për qëndrimin çfarë kanë pasur deri më sot ndaj çarshës shqiptare. Dhe është, domethënë, një politikë për të mburrur para brezave me fitoren e paqen të vitit 1389 për të rrëmbyer fitoren e tjetrit dhe për të mohuar koalicionin me fqinj dhe për të kthyer humbjen e fitore. Politika kishtare serbe me betimin e saj në Prishtinë, të monumenti i betejës së vitit 1389 kërkojnë që Shëndvidi pra kërkojnë që t'u afal krimet që i bën ndaj shqiptarëve fqinj, po edhe për t'i bekuar që të vazhdojnë me gjetnocidin dhe etnocidin në fillim të shekullit 21. Në konferencë u tha se elementet e mitit Vidovdan janë ruajtur, riambalazhuar e sofistikuar gjatë regjimit e Aleksandar Vučićit. Subjektet e mëdha politike po hynë në zgjedhjet lokale veç e veç me qëllim të përqendrimit në strategjinë në forcimin e identitetit të tyre dhe testimit të mbështetjes nga votuesit. Kjo, sipas monitoruesve të proceseve zgjedhore, është praktike vendosur nga partitë, të cilat preferojnë të garojnë të vetme dhe të negociojnë bashkëpunime vetëm pas përfundimit të rundit të parë. Ndonë se i përkasin të njëjtit koalicion në nivelin qendror, LVV-ja, Guzo dhe Alternativa kanë vendosur që në zgjedhjet lokale të garojnë ndaras, por në mbështetje të kandidatëve të njëri tjetrit në komunat të caktuara, siç është rasti Mitrovicës së Jugut, ku LVV-ja mbështet për kryetar kandidatin e listës Guzo Faton Peci. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Arber Exha i thotë se partia e tij është në fazën përfundimtare të përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash dhe se në zgjedhjet e 12 tetorit synojnë fitore. Mendojmë rënda një 7 dite, një javë, pra hajde jetë ne do t'i përfundojmë të gjitha kandidaturat, respektivisht do t'i vendosim të gjithë kandidatët për kryetar të komunave. Dhe natyrisht ne në këtë garë hymë pra që ta përsërisim fitoren e zgjedhjeve parlamentare. Në vendet ku konsiderojmë që duhet të hymë të ndarë, atë do ta bëjmë, një po ka dhe vende, më falni, komuna ku do të hymë pra bashkë. Në anën tjetër, antari kryesisë së subjektit Guzo, Haxhi Avdyli, thotë se në shumicën e komunave, partia e tij do të garojë me listën për asamblejë të veçantë, ndërsa për kryetar do të diskutojnë me partnerët varësisht prej komunave të caktuara. Ai nënvizon se zgjedhjet lokale do të determinojnë peshën elektorale të listës Guzo. Ne do të insistojmë, do të mundohemi që asesi të mos e dëmtojmë partnerin tonë politik në këtë rast vetëvendosjen në komuna të ndryshme, por njëjtën kohë ne do të insistojmë që partia Guzo
në këtë rast, në këto zgjedhje lokale, të jetë një parti e veçantë dhe ta masim peshën tonë politike të qytetarët, duke ofruar lista njerëz të cilët do të jenë kandidat për asamble. Partnerja tjetër e LVV-s në nivel qendror, Alternativa, po ashtu synon të testoj vetën në nivel lokal. Kryetarja e këtij subjekti politik, Mimoza Kusari Lila, thotë se do të garojnë në disa komuna në nivel të asamblesë komunale, ndërsa në Prishtinë, Gjakov dhe në Pej do të kenë kandidat për kryetar komune. Lista janë do t'jetë në disa komuna, në të cilin do t'jemi me logot partisë tonë, e kjo është edhe në funksion të ngritjes edhe kapaciteteve tona strukturore. Po, potencialisht jemi në komunat e mëdha, do të në këto komuna në të cilat edhe kemi prezencë aktualisht, Prishtinë, Gjakov, Pej, sigurisht me kandidat, pastaj edhe me lista komunën e Prizrenit, komunën e Ferizajit, po e shiqoj mundësinë edhe të bashkëpunimit me Guxon në komunën e Gjilanit. Koalicion parazgjedhor për zgjedhje lokale nuk ka bërë as Partia Demokratike e Kosovës, deputeti së cilës, Ferhat Shala, thotë se ata garojnë të vetëm. Partia Demokratike tashmë garon në të gjitha nivelet e vetme, fuqi plot e mobilizuar dhe pritur, ndërsa gara e brendshme është edhe pjesë e demokracisë tonë. Lidhur me mungesën e koalicioneve parazgjedhore në Institutin Demokratik të Kosovës, thonë se partitë synojnë bashkëpunime vetëm pas përfundimit të rundit të parë, siç theksojnë për të rritur pazarin politik në rundin e dytë. Koalicionet lihen më shumti në mes të periudhës prej raundit të parë deri në balotazh. Kjo bëhet edhe për arsye të përfaqësimit në kuvendet komunale, për shkak se koalicionet parazgjedhore pastaj bartin rrezikun e konsiderimit si një subjekt i vetëm politik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar kërkesat për certifikim vetëm të 2 koalicioneve nga 4 partitë e minoriteteve jo shumicë. Pason një kronik nga Maqedonia e Veriut, ku koalicioni i vlen e cilëson regjistrimin e popullsisë së vitit 2021 si një nga padrejtësitë më të mëdha institucionale ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, duke i quajtur një projekt politik për fshirjen e diasporës nga statistikat dhe vendimarrja. Nga ana tjetër, BDI e hedh poshtë këtë narrativ duke e cilësuar fushatën e Vlenit si të rrezikshme dhe të drejtuar kundër barazisë ndëretnike. Ata paralajmërojnë përgjegjësi për çdo aktor që tenton të minojë bashkëjetesën dhe marrëveshjen e Ohrit. Koalicioni Vlen konsideron se regjistrimi i popullsisë i vitit 2021 ishte tradhti dhe një nga padrejtësitë më të mëdha institucionale që është bërë ndonjëherë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Ky nuk ishte një proces statistikor, por projekt politik i ideuar për t'i fshirë shqiptarët me statistikat dhe për t'i nxjerrë jashtë vendimarrjes, u shpreh Blerim Sejdiu. Sipas tij, me nënshkrimin e BDI-s dhe me zbatimin teknik të LSDM-s, shqiptarët u ndanë në rezident dhe jo rezident me qëllim që të përjashtojnë nga llogaritja mira shqiptar të diasporës. Shfuqizimin e kësaj nga ana e gjykatës kushtetuese, Sejdiu e quajti fitore e së vërtetës. Në Vlen nuk bëjmë kalkulime me popullin tonë. Ne nuk frikohemi nga mërgata përkundrazi. Jemi zëri i saj. Ne nuk njohim shqiptar të mirë e të padëshiruar sipas interesit të pushtetit. Çdo shqiptar ka vend në vendimarrje. Ne nuk do të ndalemi derisa kjo padrejtësi të korrigjohet me riregjistrim të diasporës, me përfshirje të saj në çdo mekanizëm përfaqësimi. Nga BDI thonë se me shqetësim të thellë po e ndjekin fushatën e koordinuar për diskreditimin e procesit të fundit të regjistrimit të popullsisë, një proces sipas integristëve ligjor, transparent dhe tërësisht i monitoruar nga faktori vendor dhe ndërkombëtar. Kjo fushat nuk është e rastësishme, ajo është pjesë e një skenari më të gjerë për të rishikuar të gjitha arritjet e dekadës së fundit, për të bërë një regjistrim të ri sipas agjendave të reja politike dhe për të rikthyer pabarazinë sistematike. E gjithë kjo është përpjekje rrezikshme për të minuar themelet e marrëveshjes së Ohrit, për të kontestuar barazinë e fituar me shumë mund dhe për të prishur marrëdhëniet ndërretnike në vend. Integristët paralajmërojnë se çdo aktor politik, institucional apo propagandistik që synon të minojë rendin kushtetues, marrëveshjen e paqes, barazinë etnike dhe bashkëjetesën, do të mbajë përgjegjësi politike, ligjore dhe morale.
Për këtë çështje ka reaguar edhe Alanca për shqiptarët duke bërë thirrje për maturi dhe përgjegjësi politike, pasi siç thon regjistrimi nuk është një çështje e së kaluarës, por themeli mbi të cilën ndërtohet përfaqësimi i shqiptarëve për dekadat e ardhshme. Çdo përpjekje për ta zhbërë këtë të vërtetë, sipas ASH-s do të ketë përballë forcat e vërteta politike shqiptare. Për më shumë informacione mund të klikoni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Ju falemderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.